është një transmetim nga Isa i biri Merimit, që në transmeton Wahb ibn Munabihu, dhe në këtë ka urtësi të madhe, që thot Isa alayhis salam, thot dishepujve e tij, thot të vërtetën po ju them, ai i cili prej jush e dashuron më së shumti jetën e kësaj bote, është ai i cili dëshpërohet më së shumti kur ti ndodh në fatkeqësi. Me të vërtetë kjo është një thënie shumë madhështore nga ky profet fisnik alayhis salatu wasalam. Thot sa më shumë që e don jetën e kësaj bote, aq më shumë dëshpërohesh kur ndodh ndonjë fatkeqësi. Për këtë arsye sheh që asketët i marrin gjëra të shtruara, çfarë do lloj fatkeqësie që ndodh, çfarë do lloj vështirësie e marrin të lehtë. Dhe nuk bëjnë panik, nuk bëjnë tragjedi, por i marrin gjëra të shtruara. Sa mirë është me kanë njeriu në këtë formë, sa shumë i lehtësohet jeta e kësaj bote. Këtë arsye njeriu nuk duhet që ta rrënjos zemrën e tij shumë me këtë botë përkohshme, me këtë botë e cila realisht është për jetim mashtrues. Për këtë arsye njeriu duhet që të ketë një farë mesatare, nuk po themi mos me dash të parë këtë botë, se shumica e njerëzve nuk munden ta bëjnë këtë, por se ju deri në atë shkallë që e gjithë dia me kanë vetëm këtë botë me njoft, vetëm për ta me jetu, për ta me vdek, për ta mu armisu, për ta mu prish vllau me vllaun. Jo, kjo nuk është absolutisht në rregull. Ajo që është në rregull është që realisht ta dojmë botën tjetër më shumë, se ajo është e përgjithmonshme.